Segmenti zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e parë është hapur plotësisht për kalimin e automjeteve. Tashmë segmenti nga Tirana deri te mbikalimi i Rinasit ka 8 kursi në total, nga 4 në secilin drejtim, duke u kategorizuar si rrugë kategorisë A, ndërsa në hapjen zyrtare merrte pjesë kryeministri Edi Rama dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur. Është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e le themi korridoreve të gjelbërta, dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësi. Ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Karakaçi njoftoi se së shpejti do nis puna dhe për vijimin e mëtejshëm të aksit drejt Durrësit. Ne kemi të parashikuar, në fakt kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që menjëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e tanishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Paralelisht pritet të nis puna dhe për segmentin Kashar-Lekaj, pjesë e autostradës Adriatiko-Joniane, ndërsa në javët në vijim pritet dalja e fituesit të garës koncesionare për segmentin Milot-Balldren. Milot-Balldrani është në fazën përmbytëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Kosto për zgjerimin e 6 kilometrave të parë të autostradës Tiranë-Durrës ishte rreth 3.4 miliard lekë.